Për shkak të një foto që e nxjerra, Artane Rizvanolli, Ministri e Ekonomisë, për shka e kom tregu një hulumtim, një intervist në ATV, kem bën një hulumtim që tregon për dhënien jashtë çdo procedurë të një garancioni që për herë të parë po jepet një kompanie private. Një nga krimet kjo, pa të dhe tjera. Po. Se na kem folë të edhe për energji trejt, për qa ke ajo, po përgjigje për ato. Ajo ka thënë për gzim të sunin, lutëm, regjia. Për kost, jo, spret njerë, lutëm, regjia. Nuk është nipi i Besnik Bislimit. Së është? Ka kërku gëzimi që është antari bordit prej djetorit, dikon nëntorit djetorit. Ka kërku me demantu. Nuk du me komentu nivel të tillë të gazetari, të spekulimit nën petkun e gazetaris, me që përmende gëzimin që i referohen shpesh si nipi i zëvendës kryeministrit. Ai ka kërku një demant dhe ka bo paralajmërim për padi ndaj njërit prej mediumeve ose më shumë që e kanë thënë këtë. E kam shënu dikon se nuk mujta me muajtë në mend, po më faq është si pas ligjit për familjen në Kosovë i bie kushëri i rendit të 6 të linjës anësore, mos gabofsha ishte ai definicioni, po si do që tjetë nuk është nip. Ndërsa për këtë tjetërin që po thu me Hekuranin që ndonjë lidhje, kjo është hera e parë që po e ndëgjoj këtë. Edhe jam për këtë nuk e pas në di që ka po flitet, për andaj nuk kam arrit me pyet ministrin, mirë po besoj që si kur të kishtë qenë e vërtet e kësha dit. Vesh pak, dy qeshor të dy ministerites, gzim të suni për insajderin. Kemi lidhje familjare me Besnik Bislimin. Ne, në kuptimin që në Kosovë, gati gjithmonë jemi diku të takohemi me njëri tjetrin e gjeni lidhjen familjare. Që ato informata prej nga jeni informu, jo që tërpruëm, nuk kam nevoj më ufshe. Nuk e kam u. Nuk e kam u dhe i kemi dërgu pyetje. E kemi thirrë në telefon. Do të me komentu qëta, pak. E para, se u bona aty do stilet të propagandës tipike të cilat ti shkoklojnë pak. E para, Enderumja ka dalë me folë për çështjen që është diskutu në Debat Plus, mirë po ka refuzu me ardhë me debatu në Debat Plus për atë çështje. Kjo është shënjusi i parë që ajo nuk po donë me u ballafaqu me personin që i ka bo aludimet. Arsyeja cila duhet me konë? Jo, une. Arsyeja cila duhet me konë? Po mdoke që për ashtin një pes po s'kohali. Arsyeja cila duhet me konë? Sepse Ermali nuk e di që kërcënan në studio, nuk e di jasë njëherë që fizikisht që ka vërsul dikuj në studio, kështu që, cila që në arsye... Unë mendoj që gabim është që zvi. Vesh ishta përfundoj që ato, cila që në arsye të objektive të ministrës, me u marrë me qeshtën që o diskutu, mirë po jo në studio në ku o diskutu. Kjo është munges e guximit për ballafaqim. Që ta është taktike në ullë që e boni qetrën. Filloj duke thonë, kur ja prezentoj grafikonin, me lidhët familjare dhe partijake në kost, filloj duke thonë, nuk dua të merrem me këtë lloj gazetari. Dhe se e keni bon një pa te ku ka i brezi 6. Tha, nuk dua të merrem me këtë grafikon, dhe fjalia radhës ishte, gzim të suni nuk është nipi Besnik Bislimit. Fjalia tjetër radhës ishte, kë nuk është shoki e Kur'an mërë. Po ti më i zojë nderuar, sa po thasë nuk dëshërën të merësh, e pse po merësh, që pse po merët. Sepse, aty kënë të prezentume 6 lidhje. Kjo normalisht që e din që shumica absolute që kanë të vërteta, po ka një 2 diskutabile, atëherë... Ato letëzimit i shpjegojnë nërmali. Se kja me dash me thonë, unë e po du më marrë me ato, du të me thonë, po kjo është i shgruja ati, po kjo është baba i këshilltarës teme, po kjo është, e që kjo nuk ka. Edhe populli i thotë, mirë që kjo s'ka, ka e 5 tjerë?
Për çta kjo është teknike ult, e stilit dhe Jona Mihalit, e mësume jo ashtë mirë për i saj. Edhe edhe tjetra, prit, Erman. Të verifikuara e në të gjitha. Dhe unë po qesha, e dim pse. Ka pas një intervist, kalzo.com, ku tënë kohën ju kanë referu. Ku ju kanë referu si doja nipi i Besnik Bislimit, as njëherë se kam përmend fjallën pa di. A e dim se, ha? A se fshehi, tha. Po dhe? Po i pas ka rikëthy kë gjyshe, si se dije. Edhe të ne ka rikonfirmu që sa. Vishe edhe të fundit. Haraj e këta. E kom dëshmu me video që ekziston një kompani në Kosovë me emrin Noah Energy Trade. Kompani e cila pa zyre në Kosovë, me veç 2 punëtor të regjistrum, e pa vizitu me asë njëherë për këtyne organeve për ta tem, fiton nga Kosova 100 miliona dhe qarkollimin bankar e ka të 8-in më të madhin në Kosovë dhe është bo kompania 8 më madhin në Kosovë mena 2-3 vjetësh. Mundet këto. Ska dole asë njëherë me full. Pse në rrugja nuk flet për Noah Energy Trade? Pse nuk flet? Pse kjo vendos për i kritë në skandale me energji elektrike, më marrë me anë me pasën, po që edhe s'ka, ka shka me atë punë. Në afra, po i fiton miliona. Ku të flisni këtu dhe ku të shkruani, është mirë me qenë sakt. Jo me bo ato i Brezi 6 me abonip. Se pasaj si u beso ku shku gjatë. Jo, bre, jo. Brezi 6, po e thot ministre që... Po që, po diskutimin e skandali multimilion zhanë ne pasën e pa. Ku ju ka interesant e fundit? Këtë tendencë tursh me ministri Ideja, gazetaria do t'jetë e besueshme, jo A ka lidhje familjare? Brezi 6 nuk është lidhje familjare. Artonia pa tëtë. Si pas regullë të gjipë pjane i bjemu martu me ta. Ka lidhje o nipi asë nipit e ke fundit? Unë dëgjë, bre, jo. Artonia po e thot, Gzimi po thot që kom lidhje familjare, pik. Po s'pe mohan se dikun po thot tako me dikun. Ndëgjë, në regull është, edhe po thot s'mjen tërë. Në regull është. Kush gjohë? Problemi është qysh në Kosovë lëshuat një garancion për ertë parë bankar. E këto e që është të tjera. Ideja është ka dalë. Ideja është që po filloj më marë me një pikë që atje, që a vedene e këtu temen kërësor ja keni kriju mundësi nërman. Ndëgjë bre, për ato të të më shku në gjykat, edhe e kuptojmë. Jo, mas pari shkojmë në gjykat. Në thirë prokuria e këshyrim. Mas pari du të më shku në KPM. Për regull. Pra, mas pari shkojnë në KPM. Dhe ne jemi të gatë që më u përbalë. Mësujeni, po mas mirë të i shkona, hajde një që të dhejnë studio, edhe tash kjo pret, s'po du me kalu këtë temë, nuk po du mo me vazhdu këtë temë. Qështja, e përmende rastin e Noas, diçka do të me pas parasysh. Në shtator të vitit kalum, 78% të shpenzimeve të energjisë elektrike, pra, të kostos, e jënkun kosto që kena pagu për linja ndërkufitare, jo rybë. Pra, që tu doni me pas parasysh, është... Du të më bo beteja të ne, që mos me leju mu keq përdor qytetari. Me folë ministri, asë të është për gjithë, se jo me dojnë me folë... Një pasë një për nipin e nipit, me dojnë me folë... Shkapja me kopje. Shkapja me kopje.